Hadithi dhe kuptimi i tij. Dërguari i Allahut, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i ka thënë Imam Aliut: O Ali, kush kërkon afrim te Allahu për hir të dashurisë ndaj jush, është e drejtë e Allahut që të mos e kthej lutjen e tij pa përgjigje. Kuptimi i këtij hadithi është se dashuria për Imam Aliun dhe Ehli Bejtin e pastër të profetit Muhammed, paqja qoftë mbi ta, është një mjet afrimi, ndërmjetësimi tek Allahu i plotfuqishëm. Kush i drejtohet Allahut me sinqeritet, duke i dashur ata, Ehli Bejtin, kjo dashuri për ta bëhet shkak që lutja e tij të pranohet dhe të mos mbetet pa përgjigje. Pra, hadithi tregon se dashuria për Ehli Bejtin ka vlerë të madhe shpirtërore. Ajo është një rrugë për pranimin e duave të lutjeve dhe është një shenjë e afërsisë me Allahun, sepse ata janë njerëzit më të dashur dhe më të pastër. Dashuria e sinqertë për Ehli Bejtin e afron njeriu tek Allahu dhe e bën lutjen e tij më të pranueshme.